This was a plan to ethnically cleanse Kosovo and get rid of the Albanian population. Deri në vitin 2000, Wesley Clark është konë komandant i forcave supreme të NATO-s në Evropë. General me 4 yje, pasardhësi Eisenhowerit famshëm, e trashëgimtar i 10 generalëve tjerë me renome globale, cilët e kanë majtë sigurt aleancën euroatlantike që pas luftës dytë botnore e derin këtë dakik që na po flasim. Pas një dyshim, Clark është një prej më të mirëve e prej më të zëtëve të ushtrisë amerikane, e këto nuk po e tham veç se ajo është konë angel i mbrojtës i popullit ton, atëherë kur na jena konë në pikën ton më dobët. Për me kuptu peshën e vërtet generalit Clark, ju këshaftu me lezu librin e Madeleine Albright, po dhe librin e Clarkut, Waging Modern War, të bësh luft moderne që i dedikohet kryekëput Kosovës. Që aty keni me kuptu se kush është realisht ky general. Kur po mbahej 50 vjetori i themelimit NATO-s, që ka pas rastis me konë prill të vitit 99, derisa NATO po bombardonte Serbin, Clark kallëzon librin e tij, qysh në ceremonin që po zhvilloi në Washington, gjithë kryetarët e shteteve, Bill Clinton, kanë pas fillu me ikë prej Clarkut të i menu që ai po dështon luftën e Kosovës. Mediat kanë pas fillu me e qujt luftën që po ndodhte në Kosovë si lufta e Clarkut dhe Albrightit. Nëse, mas 10 ditëve, tash është vendos Wesley Clark ka me zbarku në Hagë, pa ushtri, me dhonë dëshminë e tij në favër të Hashim Thaqit, tuqekes dhe popullit Kosovës. Për balë ti kanë me konë kryegjyqtari amerikan i këtij procesi Charles Smith, anash kryeprokurori i këtij tribunali Kimberly West. Jam të idek për i kuriozitetit me i pa këta dy amerikan, qysh kanë me trajtu kur ta kenë para vetës figurën markante të ushtrisë amerikane, generalin Clark. Mos harroni, Clark për me dëshmu në Hagë në favër të Thaqit, para prakisht është dasht me i marrë disa leje prej qeverisë amerikane, sepse një general amerikan nuk mundet me shku kryn veti edhe me i dalë zët bashkujt i teket ai. Personalisht, unë e kam shumë të vështirë me besu që qeveria amerikane ja kish dhonë ati këtë leje, nëse e kish pas veç edhe dyshimin ma të vogël, se ai po shkon me dëshmu në favër të një personi i cili pritet me u denu pas disa javëve. E kam të pamundur me besu që kryeprokurori amerikan dhe kryegjyqtari amerikan nuk ja kishin bë me dije qeverisë shtetit vetë që mos me ja dhon lejen Clarkut për me dëshmu, sepse kjo kish me konë një njollë e zezë jo veç për Clarkun, por edhe për ushtrinë amerikane që i kanë dalë mbrojtje dikuj që pas pak kohësh e merr epitetin kriminal i luftës. Shumë thjesht dhe pa kur far problemi, qeveria amerikane veç nuk ja kish dhon lejen Clarkut edhe as nuk i kish kallëzu pse nuk bën më shku me dëshmu. Asnjëherë më parë në tribunalin e Hagës për ish Jugosllavi nuk kena pa as general e as ish politikan amerikan që ka shku me dëshmu në favër të personave që janë konë të akuzum. E kena pa të kundërtën, e kena pa Wesley Clarkun duke dëshmu fuqishëm kundër Slobodan Miloševićit në dhjetor të vitit 2003. Kërkush që ka hyrë atë sallë me dëshmu për rastin e aty në 4 burrave nuk është konë ma kompetent se sa dëshmitari i funit i këtij procesi që ka me dëshmu pra Wesley Clark. Thaqi, Veseli, Selimi e Krasniqi nuk po akuzohen për krimet kryme në mënyrë direkte për i tëne. Ata po akuzohen për përgjegjësi kolektive. E përgjegjësia kolektive vjen si pasojë e përgjegjësisë komanduese. Në vitin 1998, 1999, në vitin 2000, Clark është konë qas shumë i përfshim në zhvillimet në Kosovë, sa na patëm fillu me menu që ai nuk ka të tërpun mike tokë përveç qysh mira hatu shqiptarët. U pat bon një me neve. Deri kur e ka përzon Miloševićin,
edhe ushtrinë e Miloševićit prej Kosovës. Clark i ka taku, i ka komuniku, i ka udhëzu krerët e UÇK-s prej vitit 1998 e deri në demilitarizimin e UÇK-s. Dëshmia Clark është dëshmi nën betim. E kur betohet një general amerikan nën betim për dëshminë e tij, nuk e ka vlerën e njëjtë para gjykatës çfarë mundet me pas vlerën dëshmia e atjagjës që e lyp ke lupën në Hag. Herën e parë Clark e mbrojti Kosovën me armë, herën e dytë me të vërtetën. Kur Wesley Clark dbetohet në bankën e dëshmitarit, ai nuk ka me fol aty thjesht si një oficer në penzion i ushtrisë amerikane. Ai do të flas aty si një dëshmitar epokal i asaj çka ndodhi. Një komandant që e pa nga afër qysh politika e dhuna munën me u ndërthur për mja prish hartën demografike një vendi, një shoqënie. Prandaj 18 nëntori nuk është thjesht një datë gjygji. Është një datë kujtese kombëtare. Është një ditë që na rikthen te kolonat e refugjatëve, te shtëpitë e djeguna, te dhimbja e paemen e te drita që u hap me 10 qershor të vitit 1999. Është ditë për të parë drejt në sy se si një vend kërkon drejtësinë jo me britma, po me prova, dhe se si një general amerikan i cili dikur i komandonte qindra avion, sot vjen me dhon fjalën e tij nën betim. Sponsor të videove të mia, siç e dini, është Mobisim, që është sim elektronik, është Riga Farm, që është farmacia mash përndar në krejt Kosovën, është Jysk Kosova Kafe Pavin edhe Buzhala Estate.